bëj një xhiro në sallën e vogël dhe po filloj me Zev Kolombin. Sigurisht këtu nuk kam çfarë të tregoj sepse është një autoportret. Edhe është me xham. Këtu kemi një autoportret, prap. Edhe këtu kemi një, në 33-in e ka bërë këtë. Një portret gruaje. Këtu është ky djalin kop, është teknika fantastike, është një djalë bjond, duke ndikimet e kohës në veshje, kudo. Këtu kemi Eli Iler. Kurse këtu është një peisazh industrial. Mëngjes një hidrocentral 1970 Barje Jubani. Në me sa detaje e keni. Në atë kohë thoshin arti realizmi socialist. Të tillë posterizime kishin dhe Amerikanët njësoj. Por ato ndërtonin kapitalizmin në socializmin. Njëri tjetër. Realizim fantastik, i jashtëzakonshëm, ja vlen që të vinë të shikoni arti i jashtë quajtur i realizmit socialist, mbizotron është fantastik. Keni parasysh se kjo është një ekspozitë që pjesë të madhe të atij arti ka demonstruar të atyre viteve. Alajdin Tabaku, Shkirësit 1974. Peisazh tjetër fantastik i metalurgjikut, me mira detaje të kombinatit Elbasanit. Ajo ishte tema. Robert Gucci, kantieri metalurgjisë, është viti 1974. Këtu kemi dy autorë shkodran që kanë interpretuar peisazh industrial të Shkodrës. Kanë shkuar në fund zonës industriale dhe ky peisazh ka qenë. Është pothuajse tani përveç xhaçeve dhe këtyre ndërtimeve të cilët tash janë transformuar. Ferdinand Paci dhe Pirin Shildia. Pirin Shildia është me këtë poshtë, White, është i njëjti peisazh i trajtuar në mënyrë të ndryshme, me një këndvështrim pothuajse të njëjtë. Ferdinand Paci ka trajtuar dhe pjesën e bujqësisë, punohesh edhe toka, fantastike. Shikohet kalaja, taraboshi, kodrat, o xhaçet. Ja, dhe metalurgët prapë, është një super realizim i jashtëzakonshëm, i atij arti të asaj kohe. Mos ngatërohemi ideologjikisht, ajo ishte tema, atë do të realizoje. Këto përsjatet e tjera, marrëzirat e tjera janë idiotizmat e sotme. Arti mbetet ky, dhe arti është superlativ. Dhe keni parasysh se kush është Ali Miruku, ndërtuesi i hidrocentralit të Komanit 1981. Ja ka dedikuar këtë. Talenti i tij është pa diskutueshëm. Pamje ideologike. Fushë punën bujqësi. Guillem Kraja. Fantastik. E jashtëzakonshme. Shikoni çfarë këndvështrimi, është ngjitur sipër ke kodrat para Bashallekut. Ka interpretuar kalan, fushën duke e punuar, bile ka shtuar në mal. Është në anën tjetër është fabrika e vjetër e çimentos këtu. Ka shtuar, ka qenë krahun tjetër, Enver. Partia Enver ka nxjerrë këtë krah. Normalisht duhesh që vepra të shkonte, sepse mund të thoshin edhe për këtë këtu. Ndoshta edhe për këtë këtu mund t'i bënin edhe në evrejtje. Ka shtuar Albania se po mblidhet prodhimi në fushë për të nxjerrë, ja dhe traktori. Dhe me sa dashuri kështjellën. Kodes Brejla. Në fushë, 1977. Rruga e vjetër,
Çon Bacallek? Bacalleku i bën gjithë tuti. Idealizëm tjetër, pamje, fushë, fshati. Rrogta për taku. Ka interpretuar Razmën edhe me grur. Në Razëm i thoshin mbillni pak grur. Por shikoni talentin, dëshurinë me cilin ka punu kuadrin. Fantastike. Kjo tash është një nga kryeveprat e kryeveprave. Liliana Cefa. Shikoni çfarë ju ka bërë dhe interpretuar vajzave të asaj kohe në bujqësi. Sigurisht i ka bërë me këmbë të zbatura dhe duke prashitur. Por da marrë detajet tash nga fytyrat e ty për të kuptuar se ku ka dashur të dalë. Në atë kohë Liliana Cefa, shikoni këtë këtu. Dhe më thoni tash qa lidhje ka kjo me realizmin socialist. S'ka asnjë lloj lidhje me atë që ne kuptonim ne. Dhe me marrëzinë ideologjike. Prandaj duhet fillojmë ta lajm gojën mirë kur flasim, ti njësojmë veprat me sarkazmin e kohës. Çfarë mrekullie është kjo këtu? Ose kjo tjetra këtu? Apo edhe kjo këtu? Në fakt është guximi i jashtëzakonshëm. Është guximi i jashtëzakonshëm se gjëja më e vogël ishte në rrëçan këto të pendilume këtu, si dilgan fushë këto kështu të rrullume kaq të bukura. Ti duhet i bësh të egra. Ti si ato fshatarët që ka rrahur dielli, janë të sharë këmbët, janë të sharë krahat, dhe jo t'i nxjerrësh edhe gjokset kështu si janë të nxjerrë ti. Vretja mund t'i se bërë në atë kohë. Ka kaluar, por është një kryevepër e asaj kohe. Dhe është Liliana Cefës. Të rejat e kooperativës është bërë në 1969. Dakord? Nirvana Baja. Edhe pesash tjetër fantastik. Edhe është i Agjes Noc Gurësh. Ta kërkush nuk e dinte që një pjesë të madhe, dikush për shembull si puna ime e dinte, që ishte një diçka e tillë. Dakord? Këto janë në dy pamjet, punuar në dy pamjet. Autori ka punuar në dy krahët. Dhe specialistët i kanë zbuluar. Qamil Grezda, Sadri Ahmeti, Gjergj Pale, kitarra famshme. Pjetër Kakia, ka dhe ai në Galerinë e Arteve. Një vepër jashtëzakonisht bukur. Arben Morina. Vazhdo, çfarë kryevepër është? Edhe një folklorizëm, grup masiv me Baran Currin në qendër, Hajdar Danjolli. Një super punë për atë kohë. Sigurisht edhe kjo është një super punë, është akti heroik i asaj mjelçës që shpëtoi. Vdiq vetë, po duke tentuar që shpëtonte stallën, lopët. Duket sigurisht përqeshur, për së shpërqeshur. Shikoni fytyrën e saj, shikoni realizimin. Çfarë mrekullie artistike është. Dhe sigurisht është Perin Sheldis. Dakord miqtë e mi, ky ishte Njeri Pavion. Po e përcaktoj edhe një herë tash. Punën e Perin Sheldis, artist. Shkodran fantastik. Nuk jeton më, por mbetet me veprat.